Zemra ka nevojë për përditësim. Zemra ka nevojë për përditësim tek ai person që fal namazin, sepse atë e ka trashëguar nga prindrit apo gjyshërit. I bën veprimet e namazit pa e ditur se ai ka kryer të plota dhe në formën më të mirë, apo duke mos ditur sa herë ka madhëruar Allahun në ruku dhe sejdë, dhe pa e pyetur pse në namazin e sabahut falim 2 rekate ndërsa në yatsi 4 rekate. Zemra ka nevojë për përditësim tek ai person që nuk falet përveç se në Ramazan. Dhe sikur ekziston ndonjë ajet i Kuranit apo hadith që të na urdhërojë të falemi vetëm në Ramazan. Zemra ka nevojë për përditësim tek ai person që kalon nga jeta e tij 20 apo 30 vite në shkollim, ashtu që në fund të marrë një diplomë për të punësuar, por për fat të keq nuk i din gjërat më elementare të fesë islame. Zemra ka nevojë për përditësim tek ai person që zgjohet herët në mëngjes të shkojë në punë 5 herë në javë dhe me 8 orë në punë për të marrë një rrogë në fund të muajit, por pa mos ditur pse ai është në këtë punë dhe shumë korrekt, dhe duke mos ditur pse shpenzon gjithë atë forcë dhe kohë. Zemra ka nevojë për përditësim tek ai person që beson se shpërndarja e selamit, vizita e të sëmurit, respektimi i mysafirit apo mbajtja e lidhjeve fisnore dhe ndihmesa e të varfërve është vetëm një pjesë e trashëguar nga adetet dhe zakonet, pa mos pyetur veten e tij pse i bën të gjitha këto gjëra pa kompensim. Zemra ka nevojë për përditësim tek ai person që mbush barkun e tij me ushqim për të kënaqur epshin e për të larguar urinë, pa mos ditur pse han, pa u kujdesur se sa harxhon për të ngrënë, ndoshta jeton vetëm për të ngrënë dhe nuk e din se të tjerët han për të jetuar. Zemra ka nevojë për përditësim tek ai person që plotëson gjysmën e fesë së tij, pra martohet, vetëm për t'i thënë sikurse shokëve të tij, por se ata nuk janë më të mirë se ai, por haron se Allahu na ka porositur të sillemi mirë me bashkëshortet tona, të përkujdesemi për to. Shkurt, nuk din pse martesa është gjysma e fesë. Zemra ka nevojë për përditësim tek ai person që beson se me të kapur të lapsit bëhet poet apo shkrimtar i njohur që mund të kritikojë çdo kënd, pa mos e kuptuar fjalën e Allahut. Ai nuk të hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pranë tij për të sjellë si i gatshëm. Surja Kaf, ajeti 18. Pa mos e ditur se ai që mëson një shkronjë nuk bëhet dietar, dhe jo çdo dietar mund të përpilojë një libër. Zemra ka nevojë për përditësim tek ai person që dëgjoi çka tha më lart, duke dëgjuar me kujdes, pa mos e ditur se zemra e tij, zemra që ka nevojë për përditësim, nuk është ajo zemër që ka nevojë për fshirje.